Ajo pasaport e ndryshon tërësisht të gjë. Juve keni të afërm, keni familjar, keni komshi, keni njerëz të njohur krushqi në Greqi. Ju e dini shumë mirë që shumica e tyre tani ata të parë që vajtën e kanë mendjen e pensionet. Të njëjë e pensioneve, se ju ka ardhur koha e pensionit, ca kanë dalë në pension, ca po dalin, kanë punuar atje me shumë sakrifica dhe nuk ju njihen vitet e pensionit. Vinë këtu, ju del pensioni i vogël fare se këtu s'kan dhënë kontribute dhe kjo është histori negociatash me Greqinë, me qeverinë siç bën me Italinë, po nuk është e lehtë. Mund të marrë vite. Ndërkohë që futja në Bashkimin Evropian dhe ajo pasaportë, dhe çfarë bën për ata? Në momentin që ata marrin pasaportën shqiptare, TBS, është automatikisht e barazvlefshme në Greqi me pasaportën e grekëve. Nuk ju duhet më pasaportë greke atyre, fare. Për asnjë gjë, vetëm për një gjë ju duhet nëse duan të zgjidhen deputet në Greqi. Po për të zgjedhur kryetar bashkish, e kryetar komunash, e kryetar këshillash, apo dhe eurodeputet shqiptar me pasaportë shqiptare, TBS ama, në Greqi mund zgjidhen, edhe në Itali dhe kudo qoftë. Pra rruga më e shkurtër për t'i mbyllur të gjitha historitë që kanë ata atje, është të investojnë në 11 maj, ne të mbyllim negociatat deri 2027, Shqipëria të futet në BE dhe të gjithë marrin pasaportën. Kjo është rruga më e shkurtër. Dhe e fundit që kam se realisht është se s'po e them që më erdhi ngoj tani, po e fundit që kam është kur thonë, po ç'është kjo histori me këtë njeri, me mua domethënë, se me mua e kanë të gjitha. Se unë jam pengesa mes atyre dhe jush. Se po më hoqën mua nga rruga, ju kthehen gjërat prapë aty ku ishin. Kthehen gjërat aty ku ishin. Dhe ata nuk din të bëjnë gjë tjetër, vetëm t'i kthejnë ande nga ishin. Këneta. Që është kjo punë, thonë, 3 mandate nuk i dolën këti për të futur Shqipërinë në BE, tani thot mjepni dhe një tjetër të 4. Po mirë dakord. Nuk e arrita unë të gjë. Si isha i zoti, po themi. Nuk isha i zoti, 3 mandate, dhe unë po bëj kot tashi, po them hajde mjepni dhe i tjetër që t'ju gënjej juve se popullin e smur shqiptar si shton ata me pasaportën edhe t'ju marrë mendjen me valle, me kë, po kur thonë që janë këta që hedhin valle, se duhet shkojmë të mbajmë zine. Kupton, ne, kur mblidhemi duhet të mbajmë zi, se në Shqipëri s'ka buk, si pas atyre. Po mirë dakord. Po, Malizi, unë s'kam qenë kryeminist i Malizi. Malizi ka hapur negociatat për të hyrë në BE në vitin 2012. Para se sa